Një ngjarje e rëndë ka tronditur ditën e sotme qytetin e Shkodrës. Migena Salihi ndërroi jetë vetëm pak ditë pasi u bë nën për herë të parë dhe pak orë pasi u lut të gjithë shqiptarëve që t'i dhuronin gjak për shkak të komplikacioneve shëndetësore. Migena u bë nën e dy vajzave binjakëve, por fati nuk qen anën e saj, pasi ajo ndërroi jetë tragjikisht pak ditë pas lindjes së tyre, duke mos i gëzuar dot. Vetëm 4 vite më parë, ajo ishte fejuar me Noelin, me të cilin ëndërruan dhe filluan të ndërtonin jetën së bashku. Ajo ishte diplomuar për mësuesi në gjeografi në Universitetin e Shkodrës Luiq Gurakuqi, teksa ushtronte profesionin e saj si mësuese. Kujtojmë se menjëherë pasi solli në jetë binjakët, gjendja shëndetësore e Migenës u përkeqësua, duke e bërë të domosdoshëm sigurimin urgjent të gjakut të grupit 0 negativ. Pavarësisht faktit se thirrja për ndihmë u përhap me shpejtësi në rrjetet sociale, mobilizimit të dhjetra qytetarëve, të cilët i u përgjigjen apelit, si edhe përpjekjeve të mjekëve, ajo nuk mundi të mbijetojë, duke i lënë jetim 2 bebushat e sapo lindur.